se a do të kemi institucione me shpejtësinë që do duaj Kosova të veprante, sepse ne nuk jemi në një situatë normale, jo normaliteti që Kosova ne ka përshku për gjatë këtyre 2 viteve, ka qenë shumë i rëndë, veçanërisht për qytetarin e Republikës Kosovës në njërin anë dhe në anën tjetër për vetë shtetësinë e Kosovës, sepse si me thonë, shteti nuk ndërtohet ose nuk shpallet sikur se që është shpall me 17 shkurt 2008 për njëherë dhe pasaj aty vendosen kryet shteti në atë kohë, por shteti ndërtohet mbi qëllimet dhe synimet të cilat i ka. Dhe ato qëllime dhe synime janë që Kosova të jetë sa më afër kritereve dhe sa më afër kushteve që i ka Bashkimi Evropian. Në mesin e këtyre kushteve është edhe plani i arritjes që Kosova u vonua fillimisht ta miratoj, në ndërkohë dhe kur e miratoj nuk pati institucionet që ta zbatoj. Pra, pasojat aktualisht janë të evidente në disa fusha kyçe, veçanërisht tek sundimi i ligjit, tek mirëqeverisja dhe tek demokratizimi i vendit, dhe në anën tjetër edhe tek zhvillimi ekonomik i Kosovës. Domethënë janë gati se 1/3 e buxhetit Kosovës që do duhet të vinin para nga plani i rritjes, në ndërkohë për shkak të mungesës së institucioneve, ato nuk mund të dispozohen për Kosovën. Nëse e vreni, janë 10 projekte të caktuara që lidhen me atë se duhet me pas kuvend funksional, duhet me pas qeveri legjitime dhe legale në mënyrë që ajo të kryej procesin përpara. Reforma në drejtësi janë gati se 6 projekt ligje që lidhen që vinë nga deklarata e zotimeve që do duhej qeveria të miratonte sa më shpejt një qeveri e ardhshme dhe kuvendi të miratonte pashtu në lexim të parë dhe në lexim të dytë, normalisht me vërejtjet e shoqërisë civile, veçanërisht të Institutit Kosovës për Drejtësi. Tjetër, integrimi. Ne kemi aplikuar në Bashkimin Evropian për statusin kandidat, ndërkohë nuk ka asnjë zhvillim deri më tani në raport edhe nga Bashkimi Evropian, po edhe nga Kosova. Por Bashkimi Evropian nuk mund të jetë, si më thënë, iniciator ose proaktiv kur vetë Kosova nuk ka institucione legjitime dhe legale të cilat do duhemi i çu përpara që ty të dërgojnë deri tek marrja e statusit kandidat të BE-s. Ndalimi i migrimit, domethënë është edhe përmes planit të rritjes, edhe përmes pasjes së një qeverie legjitime dhe legale, e cila i kryen detyrat e veta të përditshme, bën që qytetarët të mos migrojnë. Ne kemi qenë dëshmitar të problemeve të ndryshme, veçanërisht kohët të fundit në sistemin shëndetësor, dhe ato janë këtë pasojë e mos pasjes së vëmendjes së qeverisë dhe të kuvendit Kosovës si organ që e mbikëqyr qeverinë, që ato çështje të mos jenë si më thonë të dukshme dhe evidente në sistemin shëndetësor. Kosova deri më 30 dhjetor 2024 ka pasur sekretar edhe ligjor ta miratojë strategjinë për kundër korrupsion. Nuk e ka të miratuar. Qeveria e Kosovës ka miratuar strategjinë për sundimin e ligjit 2021-2026. Deri më tani kjo strategji nuk ka mbërritur as 60% të zbatimit të kësaj strategjie. Pikërisht ne kemi pasur një raport ku tregohet vetëm për vitin 2025 që nuk ka kaluar as 50% e zbatimit të saj. Vettingu, paramendoni situatën kur ka amandamente kushtetuese të konfirmuara nga ana e gjykatës kushtetuese dhe ato nuk janë votuar. Si pasojë ka mendur vettingu në sistemin e drejtësisë, ai vettingu i pjatshëm që nuk zbatohet për arsye që kuvendi, veçanërisht shumica parlamentare, partia e parë që në këtë rast është Lëvizja Vendendose, nuk kanë gjetur mundën që të gjejë edhe 4 deputet nga komiteti i shumicës serbe që këto amandamente të votoj në ndonjërin prej seancave në 2 legislaturat e kaluara. Pra do duhet që të bëhen këto që ai përmenda janë dhe lidhen me planin e rritjes që Kosova në rastin kur vonohet me formim të institucioneve nuk do të mund të marrë këto mjete. Dhe fatkeqësisht ndoshta përveç që ndoshta mendoni marrëveshje politike, por sipas asaj që shihet edhe në planin e rritjes edhe me Bashkimin Evropian,
disa fonde ndoshta nuk do të mund të rikthehen në rast se nuk i zbatojmë ato kritere, ato kushte të cilat kryesisht janë veçanërisht mirë për ne dhe jo për, si më thonë, në fundin e mbram për Bashkimin Evropian. Ato janë kryesisht veçanërisht mirë për Republikën e Kosovës dhe për qytetarën në përgjithësi. Sikurse herat e kaluara, edhe në këtë rast ne kemi pritur që do të ketë, si më thënë, diskutime edhe pasi që rezultatet preliminare u publikuan, diskutime të iniciuara fillimisht nga kryetari i lëvizjes vetëvendosjes zotni Kurti, që ato bisedime të inicaj sa më parë u pret që të certifikohen në rregull, por aktualisht nuk ka takime. Tregoni se sot a ka ndonjë takim me PDK-n, LDK-n dhe AK-n. A ka ndonjë kërkesë të re për të takuar. Nuk do duhet të pritej, si më thënë, të kalohej java dhe të mos kishte një takim në mes të këtyre partive politike. O të diskutohet për program, o të diskutohet për çështjen e presidentit. Këto dyja do duhet që të ishin çështje që partitë politike, veçanërisht Lëvizja Vetëvendosje si parti e parë, do duhet ta kishte prioritet që në kohën kur qohet në mëngjes zoti Kurti prej gjumit. Domthonë, ai do duhet ta kishte prioritet t'i thraste partitë politike në mënyrë që të gjente konsenzus. Tash nuk është në domenin tonë si organizatë jo qeveritare që të flasim dhe të caktojmë se ka duhet orientohet, por atë që e dim është sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik, zhvillimi në arsim, në shëndetësi, në mirëqenie sociale të qytetarëve të Republikës, në mënyrë që të ndalet në fund si pasojë emigrimi i qytetarëve në vendet e Bashkimit Evropian. Por ata njerëz të rrinë këtu dhe të kryejnë detyrat e tyre, si më thënë, në ndërtim të shtetësisë Kosovës.